Shtrimi I rrugëve me gur të lumit Vjosa është kthyer në pasion për përmetarin Jani Zhaka. Ky 49 vjeçar rrëfen se këtë zanat e ka ushtruar edhe gjatë viteve të emigracionit në Greqi, ku e mësoi edhe e përsosi mjeshtërinë e tij. Kam bërë në Greqi dhe kam bërë punë të ndryshme. Edhe këtë punë e kam bërë, kam skalitur dhe gur, lloj punë. Jam ustar në burgoqosi. Se kam marrë emrin akoma. Punoj me ditë do të paguhem si punëtor dhe bëj punë ustajt. Ka kërkesa për punë të tilla? Po jo dhe shumë, po ka. Është punë e vështirë të punosh me gur? Patjetër, është punë e rëndë. Guri i rëndë. Ç'lloj guri? Gur lumi. Punën e bëjmë neve. Ku do të na çojnë edhe atë që të dimë e mësojmë. Se do të mësojmë se të marrim brekun. Do jetojmë. Se kemi problem. Nuk keni problem për punë. S'është problemi i punës. Edhe po se ditë po të këshilloj tjetri të divesh mendje do ta mësosh. Se njerëzit nuk kanë lidhur me çka kanë dorë, kanë mësuar që janë bursallar apo s'është. Ai tregon pse ka zgjedhur të punojë me gur, jo vetëm për shtrimin e rrugëve, por edhe për dekorimin e ambienteve, duke kthyer këtë punë në një formë arti. Kjo është natyrale, guri është natyral. Betoni i zgjedhjet çka brenda. Prodhimi çimentit çka mesesh I berber. Ka kimikate as ka dy mesesh, se di se mesesh bet, nuk marr vesh nga gjëra. Se guri është natyral. Pse sa vetë 100 vjet, 200 vjet, 300 vjet vetë ky. Muni me gur ka kursim, se bën një herë edhe se lëvizme. Po të keni kërkesa ju do punoni me gur gjatë gjithë muajve të vitit? Patjetër. Jani shpreh dëshirën për të zhvilluar më tej këtë zanat, për ta bërë më të njohur punën e tij, përveç përfitimeve ekonomike. Ai e konsideron këtë punë si një pasion me vlerë të thellë shpirtërore që e plotëson edhe e frymëzon çdo ditë.